Gjermania është njëna prej shteteve të Evropës, promotori i Evropës, i Bashkimit Evropian, ku fatmirësisht shumë kosovar jetojnë dhe veprojnë atje dhe janë, si më thon, remitenca më të mëdha në Kosovë vijnë nga Gjermania. A ka ndonjë strategji që mund me zhvillu pak më shumë që ata me u kthy në investitor të arshëm në Republikën e Kosovës? Na duhet domethënë ta trajtojmë diasporën me një çështje strategjike. Nuk duhet më i pa veç për remitenca. Remitenca është shumë e mirë dhe shoqërisë që i kemi, e përmban një përqindje shumë të rëndësishme të GDP-së të Kosovës. Pa remitenca ne si shoqëni do kishim shumë të lashe të zhvillohemi ekonomikisht, po kjo është mënyra më së paku fitimprurse për Kosovën. Pse po e them këtë? Se na e kemi deficitin tregtar shumë të madh. Na importojmë shumë e pak eksportojmë. Domethënë, edhe parat e remitencës që vijnë këtu në fund ditës shkojnë në eksport, edhe ato para përsëri dalin nga Kosova. Kthehen në vende të ndryshme. Pra, çfarë duhet bëjmë na duhet krijojmë mekanizma institucional për t'i tërheq fondet e tyre dhe për t'i orientuar drejt investimeve, jo vetëm me ble banesa, qysh e shohim që një numër i madh i të hyra e investimeve të huaja të drejt për drejta shkojnë në real estate, në banesa, në prona të palojshme, po duhet kemi domethënë një strategji të mirëfillt ku diasporën e trajtojmë si investitor, ju krijojmë mekanizma mirëfillt ku ata fondet e tyre të cilat i kanë ose duan të investojnë në Kosovë, mos t'i çojnë vetëm në shpenzim, në kosto, në blerje të produkteve ndryshme, po t'i orientojnë drejt investimit.